Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahun e madhruar falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Lavdatat dhe bekimet e Allahut qofshin me Muhammedin alayhi salatu wassalam, me familjen e tij, shokët dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar në kuadër të temave, kapitulleve, haditheve që Buhariu I ka përmbledh në librin Al-Adab Al-Mufrad, kemi arritur kapitullin e turpit dhe kemi sqaruar në takimin e kaluar se turpi është I lavdruar në Islam, është një vlerë e rëndësishme që rreth tij mblidhen edhe të gjitha vlerat e tjera. Andaj njeriu kur ka turp, ka edhe besim, kur ka besim I ka gjitha. Njeriu që nuk ka turp, nuk ka mundësi të ketë as besim, e kur nuk ka besim, nuk ka asgjë nga ato që I duhen këtë dunjë. Kemi thënë se turpi ka mundësi të keq kuptohet, prandaj kemi përshtim atë turpin e dobishëm, atë që është pozitiv, atë që besimtarin e shtyn drejt kryerjes së obligimeve, e bën aktiv, produktiv. Dhe kemi thënë që turpi është një forcë gjithashtu frenuese që besimtarin e ndalon nga punë të këqija. Turpi në raport me Allahun, turpi në raport me njerëzit, me vjetrit, me dishmit, e kështu me radhë, është një koncept I përgjithshëm që përfshin tërë jetën e njeriut. Pas turpit, Buhariu rahimullah ka lënë tek një kapitull I cili është I kundërt me turpin dhe mund të jetë nga veset më të shëmtuara, sikur që turpi është nga virtytet më të vlefshme dhe më të rëndësishme, ashtu edhe kjo që do të flasim për të sot është nga veset, domthonë nga gjërat që besimtar duhet më largu prej tyre. Mirë, po edhe këtë duhet më kuptu drejt, çu duhet, për më mujt, pastaj me e zbatu kërkesën fetare çu duhet. Buhariu rahimullah thot bab al-ghadab, kapitulli që flet për mllefin dhe tejkalimin e hidhrimit. Njeri natyrshëm të ndërlozër kalon për situata të caktuara, përjeton emocione ndryshme. Nga emocionet është për shembull disponimi, kënaqësia, po nga ato është edhe hidhrimi. Njeri natyrshëm hidhrohet. Edhe hidhrimi është begati Allahut azza wa jall. Se njeri për shembull që nuk ka hidhrim, nuk ka mundësi më mbrojt, nuk ka mundësi më largu për punët të këqija, nuk ka mundësi më urrejt, e mungesa e urrejtjes e dëmton njerin. Nuk mund njeri këtë me I dashtë, dikon duhesh më urrejt, e dikon duhet me dashtë. Andaj ata njerëz që ftojnë me I dashtë të gjithë, ftojnë diçka që është e panatyrshme. S'mund me dashtë të keqen, zullumçaren, me dashtë për shembull njeriu I cili vret gra fëmijë, çish mund me dashtë ato? Dikush që për shembull plaçkit, midisu dhe I del njerëzve me armë e I vjedh. E du edhe këtë e du. Jo, nuk e du. E du nëse ka një punë mirë, dikon tjetër për qatë punë e du. Ma për qatë punë që e banë e urrej. Kështu që duhet e njerit e besimtar me funksionu edhe urrejtja edhe dashuria. Edhe kjo është qasja e natyrshme që feja ka kërshi njerit. Feja nuk vjen me gjërat pa natyrshme. Islami nuk në mëson me konë të pa natyrshme. Për shembull, me thonë, kur s'bën ti mu idhnu? Është është natyrshme. Njëri natyrshme idhnuat, po, për shembull të ndërmjet vëllezër, me të ofendu dikur në familja, idhnuash a gëzohesh? Idhnuash. Me thonë, jo s'bën, s'dohen mu idhnu. Që s'bën? Jo bën dhe duhet mu idhnu. Duhet me pas një farloj, dhe me thonë, forse brendshme kënaqësie që e bën mu mbrojt, e bën me rujt vetën, familjen e vetë. Dikur për shembull, ta ofendon, ta shon fen, a bën me kesh, me ku një gëzum, ja s'bën, idhnohet njëri. Dhe muslimani kur dikush ja ofendon pejgamberin e lësëm idhnohet, kur dikush ja ofendon Kur'anin, idhnohet. E kështu me radhë. Dhe hidhrimi është forcë e rëndësishme. Hidhrimi është begati Allahu te barekuta. Një sikur se epshi është begati. Allah ka kriju epshin dhe një begati. Për shembull njëri mos e pas epsh me hongër, des, a dhe kojta për me hongër, dhe I dikun është të kërkume,
se njeri mos me jakona me hongër të smut. Ndaj, këto e në gjatë natyrshme. Epshi i njerit për shembull për autoritet, deri dikon është lavdruar, se s'bën njeri me gjithmonë me ndjek, për shembull në nënçmimin e vetvetes. Mirë me qenë i nënçmuar musliman, jo s'është mirë me qenë nënçmuar. Mirë me qenë kënar, me qenë në pozitë caktuar që i bën dobi njerëzve. Kërkesa një pozite që nga ajo i bën dobi njerëzve, është i bindur se ka aftësi, ka vlera, i bën dobi njerëzve, është e kërkuar. Pastaj, nëse s'ka epsh, nuk shtohet lloj njerëzor, se njeri nuk ka kërkesë për martu, për shembull, a shtohet lloj njerëzor, nuk shtohet. Dhe Islami ka nxit njeriu që me e rujt epshin e tij, jo me e shkatru epshin e tij. Se nuk kërkon njeri me e shkrym epshin. Jo, ka kërku me e rujt dhe me orientu ka duhet. Qashtu është edhe hidhrimi. Hidhrimi është reagim i natyrshëm, është emocion i domosdoshëm që besimtari e përjeton në situata dhe në rrethona të saktuara. Mirë po ajo që është e shëmtuar dhe ajo që është e qortuar fetarisht është mungesa e fuqisë me e përmbajt vetveten në situata të hidhnimit. Kur në situata të hidhnimit pastaj mund me të kalu kufinin. Mund të bëj veprime të pa arsyeshme. E kjo është e ndaluar. Von hidhnohet e pastaj për shembull të kalon kufinin fjalë, çka stat, ja muslimani hidhnohet sa jema që shoslet. Hidhnohet pastaj edhe nis me thy, me shkatru. Ja muslimani sahi hidhnohet ama nuk thën, nuk shkatron e kështu me radhë. Prandaj këtë lloj të hidhnimit, këtë lloj të mllefit, Buhariu rahimullah e ka për qëllim kur thot se është i ndaluar. Dhe këtu ka përmend disa hadithe që flasin për këtë çështje në mënyrë të detajzuar. Hadithi i parë që ka pranë Imam Buhariu rahimullah në këtë kapitull është hadithi i Ebu Hurajrës radhiyallahu ta'ala në cili thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Laysa ash-shadidu bis-sara, innama ash-shadidu alladhi yamliku nafsahu inda al-ghadab." Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, që ky hadith është shumë domethënës dhe shumë kuptim plot. Muhamedi alaihi wasallam ka thënë, nuk është i fortë ai që ka mundësi mi rrëzu njerëz, mi mund njerëzit. Po i fortë është ai që ka mundësi me ndal veten kur të hidhnushëm. Do njëri i fortë kush i përpara e mund. Rrëzon. I fuqishëm kuptim fizik. Këtë çka thon për njëri ish i fortë valla. Pse ish i fortë? Kush më del përpara për zëjke. Mos kish mundsi kush më dal përpara. Ka thon pejgamberi sa është ky i fortë? I fortë është realisht ai që ka mundësi me rrëzu hidhnimin e vet, me marrë nën këmbë veta, me marrë nën sundimin e besimit edhe arsyes së tij. Ç'ky është i fortë? Edhe ky hadith është sikurse disa hadithe tjera ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ridefinon një kuptim të caktuar. Në feja ka ardhur me i definu gjërat. Dhe na duhet me i kuptu gjërat sipas definimeve fetare. Për shembull, njerëzit sot në jetën e kësaj bote quajnë besim lloj-lloj bindjesh. Beson ku e di çka thotë, jam besimtar në këtë, jam besimtar në këtë. Çka besimi? Allahu këtë nuk ja kalon njerëzve. Që njerëzit me tek ty në me caktu çka besimi, jo. Allahu ka përcaktuar çka besimi. Çka veç e besim, tëra çem besim. Allah ka caktuar çka është e bukura. Nuk ka bukuria që dikush më duk mirë. E zemrën e ka të shëmtuar, e ka të keqe, sillet i ka arrogante. S'ka sa bukuri. Bukuria është bukuria e sjelljes, bukuria e moralit, bukuria e edukatës, çka është bukuri? Ka se bukuria e mikjazhit e përjashtë e parfumeve e dukjes, ndërsa arroganca në sjellje pa edukata, kjo është bukuri. A dhe ka Islam me dhënë kuptim më të zgjeruar koncepteve të caktuara. Ose mi gushtu se njerëzit kanë zgjeruar shumë, sikur të besimi për shembull. E kanë zgjeruar kuptimin e besimit, gjithçka besim, ja, besim më veçike. Pastaj për shembull, konceptet e tjera, sikur se durimi. Njerëzit për shembull, kujt i thonë sabër, i thonë, domethënë, qëndrimit të caktuar në sprova.
Në një për shembull sprovu me diçka, ka dhimbje, kalon për të pakëndshme, sprovohet me vdekjen e diktafërmi, edhe ka qëndrim stabil. I shkon sabërli. A veç kjo sabër, kjo është sabër sa i, a ma është veç kjo sabër? Jo. Kjo është shkalla e tretë e sabrit. Tretë e sabrit. Shkalla e parë e sabrit kryesor është sabri në zbatimin e urdhave të Allahut. Me ashtë me falë sabajna, duhet sabër. Duhet vëlloj sabër, se pa sabër as nësë shumë qu. As shumë marë, pa sabër. Nefë se e lip me flejt, e lip me lejt e shpija në zetë, ta shku me dollë ftaft, bëj sabër, e bëj gajret e dalë atë. A duhet sabër? Duhet sabër. Që sabër është mëj furë, se i sabëri, kërsi që ka me bo. Se për shambu nëse njërë i vdes dikush, që ki me bo? Ndaq kaj, ndaq bërtet, ndaq rri qëndrushum, që është dush banja ju dek, s'kthejet mu. Anaj është mirën tëne me sabër, se të regu është edhe i matur, po edhe për shëndetin tëne, për të mirën tëne është me sabër. Mirë, për me dalë me falë sabajnë, përveç se me dalë, a ka opcion tjetër? Përveç se me dalë në gjami, a ka tjetër opcion? Ka mësë me dalë në gjami? Dëmonë, mëj me dalë, mëj mësë me dalë. Për me dalë duhet sabër. E të ndërë vëzër, cilë është sabër e i fort? Kur ki që ka me bo, e nuk e bën, a kur s'ki që ka me bo, e se bën. Kur është sabër e i fort? Kur ki që ka me bo, e se bën. Mëj me bo, pas pëdu me bo. Pse? Pse bëj sabër. E po që kjo është me i fort, bro? Sabër me dhonë. Me një mu dikune do të sabër. Me ngushtu nefë, sa i nefë që dhe, nefë se thët, pi jep, ke mujtë me argjit dikun, ke mujtë me bleni, pse më për vete thush? Jo, bëj sabër, se këtë për vete nuk zherona luks për një maj. A duhet sabër? Duhet sabër. Ndaj e ka ridefinu sabërin dhe e ka zheru. Edhe të hidrimi. Edhe të hidrimi. Shika, i fort, kush e i fort? Njerës për shamu që mund t'jenë muskulozë. Mirë është me majtë trupin. Mirë është njerë me kujdes për trupin e ti, kjo të regull. Mirë pa me menu se krejtë fort so që atë, një njëri i fort, 3 veti rëzana për. Mirë pa, nuk ka mundësi një epsh dhe me rëzu. Kur të vjen kujta, shkel që ka për para. Që i forta? Ja, i fort është e që i do këti likë shtu ta ma se shkel të keqen, se prejk haramin, që kjo është i forta për. I fort është e që dëmëhon e man vetë e ti, e provokon, e nguc, a më reagon veç mbi bazën e asaj që është e kërkuar. Nuk të e kalën kufit, që kjo është i forta për. Që ka së bukur i ka ridefinu pejgamberi s.a.s. gjërat. Përndaj të ndërvëzër, ne duhet që kuptimet tona, konceptet tona me iman nga shpallja, që që i ka definu feja. Dhe këtu pejgamberi a.s. gjithashtu përman se me përmbajt vetën është forcë. Të më thonë, nuk që ka likësi. Njeri cili nuk shparthan në laf, por e menagjan hidrimin e ti, që kjo është i forcë. Nga njerës të të ngjejnë për likësi. Ti nuk reagon, për shambull, dhe me kalu këtë me sabër, e përmban vetë vetën, në komunikacion të kërës provokën, ka dhe me që e gjamën e me tja thonë në 2-3 fjallë, ka dhe është. Po, i dhënu është, ama e frënën mlefin të nëpën. E që ti i thëjnë i ligë njerëzit. Jo, pejgamberi më thotë, që kjo është i fortë. I ligu është ai që shpërthan, e bën probleme, e bën konflikte, që kjo është i ligë. Që për një fjallë, për një parking, për një qka dhe, qohet edhe i bje njërë, të evra njërë në Allah në arrujtë. Që ki forta? Ja, Allah, kjo është i ligë, kjo është likësi. Likësi është me evra njërën për parking, likësi është me evra njërën për një fjallë. Kjo është likësi. Se i ligu vretë. Nërsa i forti, e përmon vetën e ti. Me dasht me evra evranë, po s'dënë. Me dash me reagon, për nuk dënë. Nuk është frikacak që i ikë, por as nuk është i ti që shpërthene bëndëme. Musliman është mesatar. Po hidrohet ka ere e shprej mlefin e ti me fjallë, nga ere e shprej dhënimin e ti edhe me reagim fizik, edhe me luft. Armiku me ti në vend tonin, stush valla veç po bëj sabër se të kësha kalëzu. Ja, du të mi kalëzu. Jo me bëj sabër, po du të mi kalëzu që të bëj sabër. Me dojtë për para dhe me e mbrojt venin tënë, pasurin tonë, jetën tonë, familjen tonë, me mbrojt. A dhe besimtar din me reagu në gjithë situatë që është duhet. E që kjo është i forti? Që kjo është i forti? A me jo e cili nuk ka
nuk ka forcë brendshme me e nalë, domethënë vërshimin e mllëfit ti, epshit ti, kujtës ti, dëshirës për hakmarrje. Ja, muslimani e përmban vetën e tij. Veçanërisht situata ndryshme, që janë të ndihshme, që mund të kenë pasoja, nganjëherë mund të jenë pasoja të pariparueshme. Mundesh nga mllëfi më diçka që s'kthehet më. Të ndërru vëllezër, ka raste ka ndodhur, na dim nga rastet praktike që njerëz dy në kohë kanë lexuar, keni njëri për shembull, në hidhrim ka mujt fëmijës vetë nështë me ra, edhe i ka shkaktu dome në dëgjim, i ka shkaktu dome në shikim, dome i ka shkaktu, pëse ta një bot me sy ndirë sy qaj bona, do të me koni fort në moment, nga se bën doma. I thot për shambull vllaut një fjallë qaq të ronë që s'kthehet më raporti. Sahia i nuk thot kur gjë, ose për shambull te i kalu të situatë, ama rand lëndohet dashuria me zvejtë. Se fjalla është e rana. Andaj, që kjo është forca me menagju njeri vetën e ti në këtë situata. Për shkak se ka mundësi me pasojat e pariparueshme. Me në njëri për shembull dalën për Allah të mëndum, të banë që është sot, që ka i thëmë Allah të varë. Andaj, e kemi cekë e turpit e ndërë vëzër. Edhe lidhjen e turpit me si kapitull i fundit, se ta shemi kapitull e parafundit. Që është kapitull i parafundit, ka dhe një dhe u kry libri, alhamdulillah. Andaj, kapitull i parë ka qenë, sjellja me prindit dhe mirëmbajtja e raporteve farefisnore. Qështu ja kemi nisë libret. E përfundoj me turp e me hidhnim. Në ajë që i shpërthan hidhnim, e nuk mund me respektu për të vetë. Ase Allahu në ka ndalu që në raport me prindrit, hidhrimin eventual, mos me shprej as me fjallën, as që ka të zbanë më hidhnim dhe prindrit tim. Jo ma shumë. Se njeri kur i hidhnohet me prind, me që në gjithënat e re, qëka i thët? Qëka si thët? Po kja është nervaz. Po, për çka që ki nervaz, po të thëmë, bo sabër. Se mos me ko nervaz, që për bo sabër dhe? Njëri për sfjellë të nuk qëtë me hondi kujtë keqë. Tani kjo është problem e menë. Ama kur kërkojnë për ti diqka që mund tjetë eron, të fështirë, kur është të thujnë diqka që të provokojnë prind, të ke mund të thot një fjallë, te qka do të me aktime dheta, ja, nuk bërë. Në shiko, kapitulli i parë, prindi, i fundit është ruje hidhnimin. Veçanërisht në raport me prindin, ruje fjallën, raport me gruan, raport me burrin, raport me fëmijët, raport me njerëz të tjerë, e kështu me radhë. Nuk ka mundësi muslimani me konë i sjellshëm e edukum, nuk ka mundësi me konë, domethënë, me edukat mirë në tjerëve nëse nuk ka forcë me e frenu vetën në provokim edhe në hidhnim. Nuk është e mundshme. Andaj, sikurse po dëmë Bukhari me në thonë se ajo që i përmbledh krejt të mirat është tek turpi edhe tek aftësia dhe mundësia dhe forca me përmbajt dhe vetën situatat të provokimit edhe kur ka mundësi mlifi me shpërthyja. Gjithashtu të hadithin të ka pranë Bukhari e me laktu për shpërblimin e ati që në mund të frënon mlefin e tijë. Hadithi Ibn Omerit radiallahu ta'ala anhu që li thot ma min gjur'atin adhama inda Allahi ajran min gjur'ati gajdhin kadhamaha abdun ibtigha wajhillah. Ka thonë Ibn Omeri radiallahu ta'ala anhu, kjo është thënia e sahabijut. Kur sahabiju flet për shpërblimin e një pune, themi se këtë e ka mësuar nga kush? Nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E këtu flet për shpërblim. Ibn Omeri thot, domthonë shpërblimin më të madh besimtari e merr me një kure gëlltit e përbin, me thonë, kafshatën e hidhur të hidhnimit. Bol idh thashtë, që ata i thonë, idhnim, idh. Në hidhur është. Hidhrimi është i hidhur. Nuk është i shishëm, nuk është i amël. Ama i pranan idhtësin e hidhrimit me gëlltit
për hir të Allahut mënduar, ibtigha wa jela, veç për hatër të Allahut për bëjë. E thotë Ibn Omeri, nuk ka njëri që bën sevap më të madh se kjo. Pse? Se është e vështirë veç për Allah e bën njëri këtë punë. E para dhe e dyta, të ndërvëzër, nëse nuk e gëlltit kafshatën e hidhnimit, pasojat janë qështash shpesher të pariparueshme. Janë pasojat shkatërruese. Prandaj edhe ka sevap në këtë aspekt. Allahu te barekuhu te ala, kur i ka përmend besimtarët në Kur'an, i ka cilësuar me cilësi ndryshme. Besimtarët janë këta, besimtarët janë këta. Dhe ne duhet me shiku kanë e ka cilësuar Allahu si besimtar. Kanë e ka lavdruar Allahu xhalla wala në Kur'an. E Allahu te barekuhu kur thot wallahu yuhibbul muhsinin. Allahu te barekuhu i dhan bamirësit. Edhe kur i fton Allahu besimtarët që me nxituar me shku ka xheneti, gjësia e të cilit është sa qetë e toka. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Nxitoni nga xheneti, gjësia e të cilit është sa qetë e toka, i përgatitur për të devotshmit. Kush janë devotshmit? Alladhina yunfiquna fi as-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimin al-ghayza wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ata që japin edhe kur ju është lirë, edhe kur ju është vështirë, gjithë japaj. Gjithë japaj. Ai ndihmon gjithmonë, me sa ka. Edhe kur i ka punë, po edhe kur si ka punë, ai ndihmon. E dyti, wal-kadhimin al-ghayz. Ata që e frenojnë vetën, e gëlltit mlevin, që kjo është kadhim al-ghayz. I vjen me nxjerr jashtë, ja ata se nxjerrën. Që kjo e ka lëvdu Allahu azza. Ka qenë një njerëz devotshëm, edhe ka pas, domethënë një lloj shërtori, pa i ka qenë në të kaluarën të ndërvëllëzër, dhe ka pas lufta, ka pas konflikte mes tyre lloj, dhe ka pas edhe rob të luftës. Ka pas njerëz që janë shit në treg. Islami këto domethënë e ka luftuar në mos madhe. Mirë po e ka pranuar si realitet që njerëzit që të bojnë. Që ta keni pa, ka shpeshherë rregulla, kush e liron rob ka këtë sevap, kush e liron rob ka këtë sevap. E ky njeri e ka pas një rob. Unë që i ka shërby, se ka qenë si pasojë e luftës. Ose mënyra që ka funksionuar të kaluar. Po ka qenë në të kohë pranuar kjo po. Edhe tu i qit abdes, me marr, tu i ndihmu me marr abdes, i ka shit ibriku, e ka thënë ibrikun e gati u kon të e prej zotin e vetëm. Kur ka po këtë ka skuqet, ky robi e ka ditë ajetin. E ka ditë, se i ka mësua ajetet. E i ka thonë el-kadhimin el-ghayz. Allah ka lëvdu ata që e frenë lejfë. Ka thonë, u frenova vëllohi. Se që ka lipë me të bojë që ta është, thonë, e frenova. E ka thonë, u l'afina një nas, ata që ja falin, që ka jo që frenan, po dhe ja falin. Dhe ta falë vëllohi. Kërë vëllohi yuhibbul muhsinin, Allah i dëmë bëmirësit. Ajetin e ka vazhdu, ka thonë, i lirje për i të Allahot. Si e rabapën, për të falja. Që ka ragun basë të ajeteve. A ne ka dërejgje, për në përshamu një dërejgje është, me e frenu mlejfin. E dyta është, jo që s'pa hak mire po ta fali. Ma dje edhe, në bëj mire, nuk nana me të bëj mire. Kjo është dërejgje, se ka dikush, veç nuk ragan, ama s'ja fali, halal s'ja bëj. Ama, një më konë diqtë ashtu një mu, kërës një mëj mu. O dërejgje, një dërejgje ka rritë, po i ka një dy tjerat. Kjo tjetëri, edhe e frenon mlejfin, edhe e me në njëndrimin, po edhe ja falë edhe bën mirë. Sigur se ka bo Ebu Bekri, radiallahu ta'ala anhu, kur kanë full keq për qikin e ti, grunë e pejgamberit, edhe i ka thonë ati Mistahit, ka qenë i akrebaj ti, Ebu Bekri ka një mu gjithmonë. E kjo Mistahi u bo pjese e akuzove shpiv ndaj Aishës, radiallahu ta'ala anhu. E i ka thonë Ebu Bekri mu kurs një mëj. Unë për të mojnë gjithmonë, për të një mojnë të ati për shpiv, e Allahu Gjallale ka këshillu Ebu Bekri që fa'fu wa sfahu, falni, edhe sfahu, faqe të ri qelni, faqe të ri hapni, ela tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum,
A keni qef një falë Allah juve, po, falë e një ezan. Kjo të ndërvëz nuk është e lehtë. Kjo është shumë e vështirë. Mirë po, i forti e bën. I forti e frenon mlefin e tij. I forti e menaxhon situatën. I forti dhe falë. Ai që i falë është i fortë, nuk është i dobët. Ja, sikur sa ai që e frenon mlefin është i fortë, se me dashur e edhe ai din me sill, edhe ai din me pas një mjetë caktuar të fortë me tradë ikon, edhe ai din me vrarë, din tona dhe vallahi. Ama muslimani këtë nuk e bën. Nuk e bën nga se din që pasojat janë tasi pasaj të pariparueshme. Kjo është, domthonë, një prej vesëve të këqija me një aspekt, po me një aspekt është vlerë e madhe, aftësia e njeriu dhe fuqia e tij me menaxhu situatën kur është i kapluar nga hidhrimi dhe nga mlefi që nuk është lehtë me menaxhu, mirë po kur e kujton çfarë pasojë mund të pas, kur e kujton pejgamberin sallallahu alajhi wasallam çush e ka frenuar ai mlefin e tij, kashi keqbërësve armiqve, kur e kujton shpëlimin e madh tek Allahu xhallahu ala, muslimani akumulon vetën e tij forcë mjaftueshme që edhe në këtë situatë më ia dal çu duhet faqevardh me sjelljet muslimanit edhe me edukat që ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wassalam. Kjo është se përket një pjesë për hidhrimin, do të flasim një pjesë tjetër në takimin e ardhshëm inshallah bindillah. Allahu na ruajt nga çfarë do provokimi, nga çfarë do padrejtësie që dikush na shkakton, po nëse dikush na bën ndërtimin tonë na mundsoft Allahu me e ditë çysh me reagu, çysh mos sill. Jo reagim që nuk kupton me shtrat qafën, por edhe jo të aty që nuk kupton me e dëmtu njeriu ose me të kalu kufit. Mesatarë është e kërkuar, prandaj na mësoft Allahu gjithmonë çysh duhet, e ku duhet, e si duhet. Allahu është shpëleft për durimin, për vëmendjen, u takojmë në herë të mira. Wa sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima katira.